Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqipëria nuk shkoi më shumë se barazimi 1-1 kundër Letonisë në Riga për ndeshjen e 4 të grupin K kualifikues të Kupës së Botës 2026. Në të 29-ën erdhi dhe goli i parë i sfidës, që i dha përsinë Shqipërisë. Në zhvillimin e një aksioni nga ana e majtë e sulmit, Arber Hoxha kroson në zonë dhe portieri vendas e devion, por topi përplaset me këmbët e kapitenit dhe përfundon në rrjet. Kur u duk se pjesa e parë do të mbyllej me këto shifra, Cer në Mordis, pas një topi në zonë, shënon në portën e Strakoshës. Edhe pjesa e dytë nuk solli ndryshim. Ndonse në fush u futën Edim Bajrami, Ernest Muçi, Mirlin Daku apo Myrtë Ozuni, Shqipëria nuk shkoi dot më larg se 1-1. Në këtë mënyrë ajo komplikoi dhe pozitat e saj për ëndrrën e madhe të një vendi në finalet e këtij kompeticioni, që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Trajneri kombëtar Silvinho pas barazimit në Letoni tha se Shqipëria bëri një gol, por më pas kemi gabuar. Futbolli nuk të fal. Në pjesën e parë kemi gabuar shumë, sidomos në qarkullimin e topit nga ekipi kundërshtar. Jemi përmirësuar më shumë në pjesën e dytë, por nuk mjaftoi. Gabimet më të mëdha kanë qenë në pjesën e parë. Kemi shpërdoruar 45 minuta, tha mes të tjerash trajneri kuqezinjve. Sulmuesi kombëtares shqiptare Armando Broja pas barazimit zhgënjyes 1-1 që Shqipëria mori në Riga kundër Letonisë, tha se në takim ka munguar gjithçka. Në pjesën e parë nuk e luajtëm shpejt topin, nuk futëm shumë topa në zonë, nuk bëm goditje në port. Strakosha bëri pritje të bukur tek penalltia. Goli i Letonisë na i prishi moralin. Këto ndeshje janë të vështira nëse nuk shënon. Ka për qenë ndeshje e vështirë, komentoi Broja. Sipas tij ka ende mundësi që Shqipëria të kualifikohet nëpërmjet vendit të dytë. Menduam se mund ta fitonim ndeshjen lehtë. Mund të jetë një ngarkesë tani në këtë fund të sezoni. Kemi luajtur shumë ndeshje. Është edhe presioni sepse të gjithë mendonin se do të vinim në Letoni dhe do të fitonim 0-3. Duhet të përgatitemi më mirë dhe të shënojmë në ndeshjet e tjera, komentoi Rejmanaj. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka reagoi pas barazimit zhgënjyes 1-1 që kombëtarja siguroi në transfert me Letoninë. Pas ndeshjes Duka tha se duhen energji të reja në shtator, kur ekipi gjen po Letonin, por në Tiranë. Kemi bërë gjysmën e ndeshjeve eliminatore dhe gjysma tjetër e mbetur na imponon të jemi me mendësi dhe energji krejt të tjera, tha presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit. Stafi teknik duhet të nënshtrohet një analize bazike, siç dhe bën për herë, por që këtë radhë kam bindjen që do të prodhojë një reagim të menjëhershëm, tha Armand Duka. Trajneri Letonisë, Paolo Nicoloto, pas barazimit me Shqipërinë tha se mund të bënte diçka më shumë në një kohë kur zhvilluan një ndeshje të mirë për afro 60 minuta. Më shumë se sa pika e marr, jam i kënaqur me paraqitjen. Pika është thjesht rezultati i punës që bëm. Mendoj se në përgjithësi patëm shanse të mira në këtë ndeshje, u shpreh trajneri Letonisë pas takimit. Nicolato ndalde në situatën e grupit K. Ka 3 ekipe shumë të forta në grupin ton. Detyra jonë është të luajmë sa më mirë të jetë e mundur. Luajtëm shumë mirë për 60 minuta me një fazë të mirë fillestare sulmesh, por mund të bëjmë dhe më mirë, u shpreh trajneri Letonisë pas sfidës me Shqipërinë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.